A ka tregues të posaçëm që tregojnë se sa na don Zoti i madhruar? Po ka, po paraprakisht. Nëse i themi dikujt prej nesh, a e don be Zotin xhaleshanuhu? Thot, po si jo, shumë tepër e dua. Po i thua, a ju përgjigjesh ftesave të Allahu xhaleshanuhu, si ki e hallet me namazin, me zeqatin dhe me obligime tjera? E ati thot, gjejnë arsye të ndryshme dhe thot, nuk mund t'i bëj. Përsa Allahu i madhruar, krahas që na falen, ai tregon tregues të mëdhej, të cilët vërtetojnë se me të vërtetë na do. Treguesi i parë që Zoti i xhaleshanuhu na don është se ai pret të pendohemi çdo ditë dhe nuk na ndëshkon për mëkatet e bota. Ju e keni dëgjuar përpara se meleku i cili ekziston në krahun e majt nuk ja regjistron robit të Zotit mëkatin me njëherë, por pret ndoshta do të pendohet tek Zoti i madhruar. Ndërsa meleku i cili është në anën e gjatë, me njëherë e regjistron veprën e mirë që e ke punuar në këtë dunja. Nderuar i vëllai, Zoti xhaleshanuhu në lidhje me këtë aspekt thot: "Wa rabbuka al-ghafuru dhur-rahme law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al-'adab." Dhe Allahu është shumë falës, dhur-rahme, dhe mëshira e tij është tepër e madhe. E sikur Allahu xhaleshanuhu që ndëshkonte, që dënonte për mëkatet e bëra, ai me njëherë do t'ju përshpejtonte ndëshkimin ndaj jush, dënimin ndaj jush. Por Allahu xhaleshanuhu nuk ju ndëshkon për mëkatet tuaja, por për çdo njeri ka caktuar afat të caktuar se kur do të shkojë ke Zoti i madhruar. Në sajet e kësaj thot një dietar islam: edhe kur Allahu i madhruar është i hidhruar me ti, ai të mëshiron. Po kur është i kënaqur me ti, çfarë mund të të bëjë? Lëshon mija mëshira ndaj shpirtit dhe trupit tënd. Treguesi i radhës është se Zoti xhaleshanuhu ta pranon pendimin. Allahu i madhruar në Kur'anin famëlar thot: "Ghafiri dhanbi wa qabili tawbi." Allahu është ai që falen ghafiri dhanbi, që falen mëkatet dhe ta pranon tauben ti. E pranon tauben e robit. E treta, treguesi i tretë, Zoti i madhruar për një të mirë që e bën të shpërblen me 10 sevape, ndërsa për një gabim që bën të jep vetëm një gjina. Allahu i madhruar në Kur'anin famëlar thot: "Men ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha." Kush vepron një vepër të mirë, Zoti i madhruar e shpërblen me 10 fishin e saj. Ndërsa kush i vjen Allahut me një vepër të keqe, Zoti xhaleshanuhu e ndëshkon me një gjina. Jo vetëm kaq. Por nëse robi dëshiron ta veprojë një vepër të mirë, por nuk ju mundsohet një gjë e tillë, Allahu xhaleshanuhu ja shkruan si sevap. Ndërsa nëse largohet prej veprës së keqe, nëse e ka ndërmend ta veprojë një vepër të keqe dhe nuk e vepron, Allahu xhaleshanuhu nuk i shkruan mëkat. A nuk është kjo një tregues i qartë që Zoti xhaleshanuhu të don?